Moderatorja e dashur e ekranit, Chiara Tito, ka emocionuar ndjekësit me një përgjigje të sinqertë dhe plot dashuri për vajzën e saj të vogël, Luna Mari. Gjatë një sesioni pyetjesh në rrjetet sociale, Chiara mori një pyetje që lidhej me një nga momentet më të rëndësishme për çdo prind, pagëzimin e fëmijës. Një ndjekës e pyeti me shumë kureshtje, kur do ja bëni pagëzimin Lunes apo keni hequr dorë, dhe moderatorja, si gjithmonë e hapur dhe e butë në komunikim, ju përgjigj: "Jo, nuk kemi hequr dorë, po mendonim kur të bëhet Luna 2 vjeçë." Krahas kësaj përgjigjeje, Chiara ndau një foto të ëmbël dhe plot ndjenjë, ku shihet duke puthur të bien Luna në ball, me një sfond simbolik përpara një statuje fetare. Vogëlushja, e veshur ngrohtë me një xhaketë rozë dhe kapuç, duket e qetë dhe e mbushur me dashuri në krahët e nënës së saj. Momenti ka prekur zemrat e ndjekësve, të cilët janë shkrirë pas imazhit të ëmbël dhe të pastër që përcjell lidhja nën-bi. Kjo foto dhe përgjigjja e Chiarës janë pritur me shumë dashuri në rrjetet sociale, ku ndjekësit kanë vlerësuar mënyrën e thjeshtë, shpirtërore dhe të sinqertë me të cilën ajo ndan copëza nga jeta e saj familjare. Në komente janë lexuar dhjetëra mesazhe të mbushura me dashuri, si: "Sa moment i bukur dhe plot bekim, Zoti e bekoft Lunën, dhe ju jeni shembulli më i bukur i një familjeje me zemër." Chiara dhe bashkëshorti i saj, Luis Eili, kanë treguar her pas here se familja është prioriteti i tyre më i madh. Edhe pse të dy janë figura të njohura të ekranit dhe shpesh në qendër të vëmendjes, ata kanë ditur të ruajnë një ekuilibër perfekt mes jetës publike dhe asaj private. Për çiftin, momenti i pagëzimit të vajzës së tyre duket se do të jetë një ceremoni me shumë domethënie shpirtërore dhe dashuri, e cila do të shënojë një tjetër etapë të bukur në jetën e tyre familjare. Ndjekësit tashmë mezi presin që vogëlushja Luna Mari të mbush 2 vjeç dhe të shohin ditën e madhe të pagëzimit, që me shumë gjas do të jetë një eveniment i ngrohtë, plot dashuri e simbolik. Chiara, me mënyrën e saj elegante dhe gjithmonë të qetë, ka arritur sërish të përcjellë mesazhin që dashuria e vërtetë, besimi dhe përkushtimi familjar janë vlerat më të mëdha që një prind mund t'i japë fëmijës së vet.